Përshëndetje shenja Luanit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prisëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 10 monedat, faqa e shkopinjve, vdekja, 5 monedat. 10 monedat nënkupton një strukturë që ju e konsideronit të sigurt, që mund të jetë lidhje, plan, stabilitet afatgjatë. Faqa e shkopinjve nënkupton një impuls të ri brenda jush, dëshirë për ndryshim, për disa mund të bëhet fjalë për një fëmijë. Vdekja nënkupton fund të pashmangshëm të kësaj strukture që keni ju në mendje ose që e keni ndërtuar realisht. 5 monedat janë pasojat emocionale, ndjesi humbjeje, boshllëk, pasiguri. Ju nuk po humbisni diçka rastësisht, ju po dilni nga një stabilitet që nuk ishte më i gjallë për ju. Faqa e shkopinjve është sinjali se brenda jush kishte filluar ndryshimi shumë përpara se të ndodhte në të vërtetë. Karta e vdekjes e bën këtë të pakthyeshme në një farë mënyre. Dhe me kartën 5 monedat është ajo fazë ku ju ndjeheni sikur keni humbur terrenin. Keni humbur terrenin në diçka që nuk mund të mbahet në këmbë artificialisht. Kartat këshillojnë të mos ktheheni tek ajo që u mbyll vetëm sepse ju ndiheni bosh. Të mos kontaktoni një situatë apo një person që e dini që ajo marrëdhënie apo ajo situatë ka mbaruar. Mos kërkoni rehati në të kaluarën, jepini kohë vetes për të përjetuar tranzicionin. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 4 shkopinjt, 8 shkopinjt, 3 shpatat, 10 kupat në të kundërt. 4 shkopinjt nënkupton harmoni të dukshme, një situatë familjare të qëndrueshme. 8 shkopinjt nënkupton zhvillim të shpejtë, vrull, komunikim, lajme që mund të ndryshojnë situatën. 3 shpatat nënkupton dhimbje, zhgënjim emocional për disa. 10 kupat në të kundërt është prishje e idealit familjar, mungesë e lumturisë së plotë. Dhe duket se një situatë që dukej e mirë ndryshon shumë shpejt. Diçka thuhet me kartën 8 shkopinjt, diçka zbulohet, ose dikush tregon fytyrën e tij ose të saj të vërtetë. 3 shpatat këtu nuk është abstrakte, është një moment që ju lëndon në të vërtetë. Ju dhëmb. Dhe 10 kupat në të kundërt tregon se ju kuptoni që ajo harmonia nuk ishte aq e plot sa dukej në të vërtetë. Kartat këshillojnë se ju duhet të mos e mbuloni të vërtetën për të ruajtur marrëdhënien familjare. Mos heshtni për të shmangur konfliktin, mos pranoni sjellje që ju lëndojnë, por vendosni kufi emocional. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi të dashuruarit, mbretëresha e kupave në të kundërt, 9 monedat, 5 shkopinjt. Të dashuruarit nënkuptojnë lidhje të rëndësishme ose një zgjedhje emocionale. Mbretëresha e kupave në të kundërt nënkupton se mund të jeni ju emocionalisht të papërmbushur, të pambështetur, duke dhënë shumë, duke u konsumuar emocionalisht, do të thoja unë. 9 monedat nënkupton përpjekje për të qëndruar të pavarur dhe për të mos u varur nga askush. 5 shkopinjt nënkupton tension, konflikt, përplasje. Duket se kjo është një lidhje ose një marrëdhënie ku ndjenjat po zbrazen ose nëse ka mbetur ndonjë ndjenjë, ndoshta kjo nuk po mjafton më. Sepse ju jepni shumë, sepse ju ndjeni shumë, por nuk ndiheni të ushqyer emocionalisht. Prandaj kaloni në 9 monedat, duke u tërhequr për të ruajtur pavarësinë tuaj me kartën 9 monedat pra. Po përpiqeni të mbani veten në këmbë.
të qëndroni të pavarur. Por 5 shkopinjt tregon që kjo nuk është e qetë, sepse ka tension, ka përplasje, ka lodhje, mund të jetë një konflikt brenda vetes suaj ose me personin tuaj. Kartat këshillojnë se ju duhet të ndaloni së kompensuari mungesën e tjetrit me më shumë përpjekje nga ana juaj. Pra mos jepni më shumë me mendimin për të rregulluar situatën. Vëzhgoni, a ndryshon gjë kur ju tërhiqeni? Mos mbani lidhjen, marrëdhënien apo personin tuaj vetëm me ndjenjën tuaj, duke treguar dashuri sa për dy veta. Ose, unë do të thoja që përpiquni të balanconi lidhjen. Ose më mirë pranoni që nuk funksionon ashtu siç është. Sepse dukeni të paqetë dhe në dilemë nëse duhet të qëndroni apo të largoheni. Kalojmë tek puna. Në punë kemi magjistari 8 kupat, asi kupave, gjykimi. Në punë, magjistari nënkupton aftësi, kontroll, potencial për të krijuar diçka të re. 8 kupat nënkupton largim nga diçka që nuk ju përmbush më, largim fizik ose emocional. Asi kupave tregon fillim të ri emocional ose profesional, mundësi të re, ambient i ri, njohje e re për disa. Gjykimi nënkupton vendim të madh, kthes, thirrje për ndryshim ose mundësi të dytë për disa. Duket se ju e dini që mund të bëni më shumë, por për ta bërë këtë duhet të lini diçka pas. Dhe sapo e bëni atë, pra të lini diçka pas, hapet një mundësi e re, diçka ju jep ndjesi ndryshe, një drejtim më i përputhshëm me ju. Gjykimi është pika që nënkupton se nuk ka kthim prapa, pra bëhet zgjedhje. Kartat këshillojnë të mos qëndroni në një vend vetëm sepse dini se si funksionon ai vend apo e njihni atë ambient apo ata njerëz. Nëse ndiheni të bllokuar, filloni kërkimin për diçka të re. Besoni në aftësitë tuaja. Pranoni fillimet e reja, edhe nëse ato nuk janë perfekte. As ju nuk jeni perfekt, as unë nuk jam perfekte, askush në këtë botë nuk është perfekt. Kalojmë në prizën Oracle ku kemi dhimbje. Dhimbja vjen nga një konflikt ose përplasje që çon në mbylljen e një cikli dhe ju detyron të bëni një zgjedhje të re. Ju do të lini ose po mendoni të lini pas diçka që ju ka lodhur dhe rënduar, për t'u rikthyer tek vetja dhe te vlera juaj. Dhimbja është procesi që ju nxjerr nga një situatë e gabuar dhe ju çon drejt një fillimi më të shëndetshëm dhe më të lumtur për ju. Si përmbledhje, unë do të thoja se në gjendjen personale duket se ka një fund që ju lë bosh, por është i nevojshëm. Në familje, një e vërtet ju lëndon, por ju zgjon ama ju hap syçkat. Në dashuri, ka marrëdhënie jo të balancuar, nuk ka ushqim për ndjenjat. Në punë, flitet për largim, që mund të jetë emocional ose fizik. Plus, ka një fillim të ri shumë më të mirë. Dhe të doja ta mbyllja me një mesazh final për këtë interpretim që këto karta më lën të nënkuptojnë se ju nuk duhet të kapeni pas asaj që ju ka dhënë apo ju jep siguri. Nëse nuk ju jep më paqe, paçen.